Allah i rrët. A dhe ishte me thonë që? Pse në gjemi në sa të parë nuk i lanë të shmitë në parë? Fëmijë në sakt parë, tash fëmijë sa vjet i kike? 13. Ti me 13 vjet s'ka problem me u falë në sakt parë, ama fëmija 7 vjet, 6 vjet, dhe më thonë është pak i vogël. Në të gjisa në Po, varës. A ti në të gjysë vjet? Qa din të i Kur'anit? E din gjuzin ame? E din janë 20 sure? Jo, 30 të diçka. 30 diçka sure ti më është më falë në sakt parë, imam po ishe me dalë. E dini që është puna e safit parë? Safi i parë ka shumë shpërblim më falë në safit parë. Po, është me rëndësi, nga njerë, na i kemi disa njerëz të vjetër në xhami, gjithmonë për xhamia ka njerëz të vjetër, që kur e shohin fëmijën, se tash me 13 vjet nuk je fëmijë, ose më mirë me thonë je fëmijë i rritur, gati veç i ri po bash. E tash kur i shohin ata flest e majnë men vetën kur i kanë pas 13 vjet edhe thonë, por na atëherë s'kena ditë kur gjë. A nuk e din që ky sot 13 vjet i din 30 sure, ky me 9 vjet e gjys. Nëse kom ditë shahadetin us. Qa, përse? E tash ata mendojnë që fëmija s'dinë edhe si dojnë saft parë. Kjo është e para. E dyta, aty mas imamit, do të thonë ku është imami, aty është mirë, do të thonë sipas porosisë të pejgamberit alayhis salam, me u fal njerëzit që dinë me lexu Kur'an, edhe që dinë me fal namazin, në rast nevoje edhe me u bë imam. Pse? Por ashtu se nëse lidhemi në namaz, edhe imamit po e zon me u prish abdestin. Çka bëhet? Imami del, ama xhamati vazhdon me fal namazin. Njëri prej atyre e zën vendin e tij, e vazhdon namazin, edhe u kry muhabetin. Por çfarë është mirë, do të thonë mas imamit, çka një 3-4 vjet me kon të na i thojmë të knushëm, do të thonë njerëz ma të ditë, ma të knushëm. Sigur jo, do të thonë që i keni mësu 40 sure, kështu me radhë mirë, po kujdes në xhami se juve njerëzit nuk ju shohin, qysh e keni kujdesin meritor. Inshallah Allah na ndihmon. Allah shpëlej që Allah